Pjesëmarrja juaj gjithmonë ka qenë një shtyllë shumë e madhe për të krijuar më shumë aktivitete të tjera në shoqatën e gjatë. Sikur se e dini dhe për fytyrat e reja që kanë ardhur në këtë mbledhje ose konferencë të vogël, shoqata e gjatë operon në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja në Shqipëri, përkatësisht kryesisht komunitetit iranian, të cilat janë të larguar dhe të dezertuar nga organizata terroriste mujahedine. Sa i takon kësaj organizate, u ka braktuar liri dhe demokraci disa njerëzve të cilët ishin kundër regjimit të tyre dhe ishin me një ideologji për të larguar me parime demokratike dhe me shpresë për një frymë ndryshe, sepse siç dihet, si çdo shtet, aso kohë e Irani para 50 vitesh, 60 vitesh ka patur problematikat e veta, dhe kjo organizat, duke përfituar politikisht në situata dhe gjendja sociale e psikologjike disa studentëve në atë kohë, apo dhe adoleshentëve, bëri që të mblidhte sa më shumë të rinj dhe të praktonte një jetë të mirë në vende të ndryshme të Europës, por arriti dakordsinë me së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kontraktoheshin dhe të përshëndroheshin në kampin e Manzës në Shqipëri në Durrës. Më duhet të theksoj se vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e etiketuan organizatën terroriste mujahedine të tillë, pra me termin terrorist. Kjo për arsye se organizata mujahedine ka vrarë shumë nga anëtarët e saj dhe ka përfituar politikisht shumë territore politike dhe shumë të mëdha monetare dhe pozita për të cilat i duheshin për krijuar fagjatësi dhe për krijuar pushtet. Dërsa ajo që më duhet të shtoj dhe të mendoj dhe të reflektoj pas gjithë këtyre viteve jetë të humbura nga gjithë miqtë e mi që sot kam nderin t'i përfaqësoj nëpërmjet kësaj shoqate, ka të bëjë me frikën se çfarë mund të bëjë pushteti. Pushteti mund t'i kthejë njerëzit në një frymë ideologjike sklever. Ekzistoka ende skllavëria në epokën moderne. Sapo kemi hyrë në vitin 2026 dhe ende flasim për një sistem skllavërie. Ndërkohë që në këtë ditë, kur ne përkujtojmë një lëvizje shumë të fortë që bëri Martin Luther King Jr., funksionoi dhe funksionon një shtet të madh siç ishte SBA-ja. Dërsa në Shqipëri, ende me shpresë ndoshta liderat botëror do të vendosin diçka për fatin e tyre që ndodhen në Durrës dhe fatin e familjeve të tyre, do doja shumë që kjo gjë të ndryshonte. Megjithatë, do të vazhdojmë fjalimin tim formal me çështën procedurë. Sot duhet flas në emër të parimeve universale të së drejtës ndërkombëtare, të cilat janë ndërtuar mbi një ide të thjeshtë por të fuqishme, që njeriu nuk është pronë asnjë ideologjie dhe asnjë organizate, gjithashtu asnjë pushteti. Martin Luther King na kujton se padrejtia kudo që është një kërcënim për drejtësinë gjithkund. Kjo nuk është thjesht thënie normale, është një parim juridik dhe politik që përbën themelin e rendit të ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore. Një botë që kishte parë se çfarë ndodhi kur ideologjia vendoset mbi njeriu. Dërsa sot, ky parim ka thret të shohim realitetin e anëtarëve të organizatës mujahedine, të cilët për vite me radhë kanë jetuar në një regjim të mbyllur, të kontrolluar, të izoluar nga bota e jashtme dhe nga familjet e tyre, në presion të vazhdueshëm ideologjik dhe në një sistem që funksionon mbi frikën dhe jo mbi ligje. Në të drejtën ndërkombëtare, disa të drejta janë të panegociueshme. Liria e mendimit, liria e ndërgjigjes dhe liria e lëvizjes. E drejta për jetë private dhe familjare. E drejta për të mos ju nënshtruar trajtimit çnjerëzor ose denigrues. Këto nuk janë dhurata të shtetit apo organizatave të caktuara politike ose jo qofshin ato. Janë të drejta që provojnë nga vetë fakti se dikush është qenie humane. Ato janë të sankcionuara në deklaratat universale për të drejtat e njeriut.
në Konventën Europiane për të drejtat e njeriut, në Paktin Ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, dhe në vetë Kartën Themeluese të Kombeve të Bashkuara. Po duhet të them se për shumë anëtarë të organizatës Mujahedine këto parime kanë mbetur thjesht teori. Ata janë përballur me izolim të zgjatur dhe me ndalim të kontaktit familjar, me kontroll të mendimit, me presion të vazhdueshëm psikologjik dhe me forma të ndryshme ndëshkimi për mospajtim. Jo sepse kanë kryer krime, jo sepse kanë shkelur ligjin, por sepse kanë menduar ndryshe, kanë dyshuar, kanë kërkuar të largohen ose thjesht kanë dashur të jenë vetvetja. Në çdo sistem juridik demokratik, kjo quhet shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut. Quhet trajtim njerëzor. Quhet abuzim sistematik me pushtetje. Në një organizatë që izolon individin nga familja dhe shoqëria, kontrollon informacionin dhe mendimin, dalon largimin e lirë dhe ndëshkon çdo formë të caktuar dyshike. Nuk funksionon në bazë të ligjit, por funksionon në bazë të frikës. Dhe frika, në çdo formë të saj, është mjeti themelor i këtij terrori që ka krijuar në atë organizatë. Kur flasim për terrorizmin, shpesh mendojmë vetëm për aktet e dhunës fizike që organizata Mujahedine i ka bërë për vite me radhë. Por terrorizmi nuk është vetëm ky akt. Është metodë, është sistem. Qetësiu lutem. Po. Është përdorimi i frikës për të kontrolluar mendjen dhe sjelljen e njeriut. Është ndërimi i individit si instrument. Është mohimi i personalitetit njerëzor në emër të një qëllimi ideologjik. Në këtë kuptim, terrorizmi i organizatës Mujahedine nuk shndron vetëm me historinë e veprimeve të dhunshme, por në vetë strukturën e brendshme të organizatës, e cila funksionon si një regjim totalitar në miniaturë. Një regjim ku dyshimi konsiderohet tradhti, mendimi i lirë shihet si rrezik, largimi trajtohet si krim moral dhe individi humbet statusin e tij si subjekt i lirë. Kjo është formë e terrorit ideologjik. Një terror që nuk përdor gjithmonë armë, por përdor frikën, izolimin dhe presionin psikologjik për të thyer vullnetin njerëzor. E drejta ndërkombëtare është i qartë. Asnjë organizatë, shtetërore ose jo shtetërore, nuk ka të drejtë të krijojë struktura që shkelin në mënyrë sistematike dinjitetin njerëzor. Asnjë ideologji nuk gëzon imunitet përballë ligjit. Asnjë qëllim politik nuk justifikon shkeljen e të drejtave themelore. Sot, përgjegjësia jonë nuk është vetëm morale, është politike dhe juridike. Ne nuk mund të quajmë këtë çështje një çështje të brendshme apo të vogël, sepse është fantazëm në sytan, sepse të drejtat e njeriut nuk janë çështje të brendshme. Ato janë universale. Ne nuk mund të normalizojmë heshtjen, sepse heshtja përballë shtypjes nuk është neutralitet, është bashkëpajësi. Shoqëria civile, institucionet ndërkombëtare, qeveritë demokratike dhe organizatat e drejtave të njeriut kanë detyrimin të shohin përtej fasadës politike dhe të shohin njeriun brenda këtyre strukturave. Mesazhi im i qartë për ata të cilët janë ende të mbyllur në këtë sekt terrorist: ju nuk jeni vetëm, ju nuk jeni të padukshëm, ju nuk jeni pa të drejta, ju nuk jeni pronë askujt. Mendimi juaj nuk është krim. Dëshira juaj për të jetuar të lirë nuk është tradhti. Ligji ndërkombëtar është në anën tuaj. Dinjiteti njerëzor është në anën tuaj. E drejta për të menduar dhe për të zgjedhur për të jetuar i lirë si individ është e juaja. Martin Luther King Jr. besonte se harku moral i historisë është i gjatë, por përkulet drejt drejtësisë. Ky hark nuk përkulet vetvetiu, ai përkulet nga guximi i njerëzve që refuzojnë të heshtin. Sot ne jemi këtu për të bërë një pjesë të kësaj pikërisht këtë. Të mos heshtim, të mos mbyllim syt, të mos e pranojmë shtypjen si normalitet, dhe duhet flasim për ata që nuk lejohet të flasin. Të kërkojmë drejtësi për ata të cilët nuk mund të kërkojmë vetë këtë gjë. Të kërkojmë gjithashtu besimin
se asnjë ideologji dhe asnjë organizat dhe asnjë strukturë terrori nuk është më fort se një njeri i lirë. Sepse në fund, drejtësia nuk është vetëm ligj, është kujtesë se çdo njeri ka vlerë, dhe ajo vlerë nuk mund të fshihet nga frika, nuk mund të shuhet nga izolimi dhe nuk mund të poshtet nga terrori. Rrof shoqatën e gjatë, faleminderit shumë për supportin tuaj. Shpresoj shumë që të na shpëtojë dhe të shohim si do të bëjë. Shumë faleminderit.